Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të bashk në këtë ditë të dhimbshme, në këtë ditë të zezë për të gjithë ne. Ju dha lamtumira e fundit Eldion Kelmendit, djalit 15 vjeçar që ditën e djeshme në mënyrë tragjike ndroi jetë në qungur të Pejes në Kosovë. Në emrin tim, Tirona Lilit, në emër të stafit tim, shpreh ngushëllimet sinqerta ndaj familjes Kelmendi, njëkohësisht edhe duke drejtuar një letër homazhi drejt tyre. Duke u familiarizuar me gjestin gjatë gjithë punës time që jam marrur 7 muaj me gjestin dhe duke folur për rrugtimin e tij, e kisha të detyrueshme shpirtërisht që t'i them 2 fjalë drejt kësaj familje, t'i them 2 fjalë rreth kësaj tragjedie dhe t'i them 2 fjalë rreth një djali i cili me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit, aty ku patëm fatin realisht ta njohim, qëllimin e tij e kishte një: vetëm të shikon familjen të lumtur, vetëm të punon për familjen e tij dhe vetëm të kthen gëzimin në këtë familje, një gëzim që fatkeqësisht zgjati shumë pak. Këtë letër ngushëllimi e drejtoi drejt familjes Kelmendi, zotit jeton, zonja Sebahate, Blerinës edhe Gjestit, duke u munduar që sadopak t'ua lehtësojmë dhimbjen e tyre. Sot në këtë ditë të zezë, fjalët janë të varfëra përballë dhimbjes së madhe. Në këtë orë, kur ora shënoi 5 pasdite, familja Kelmendi u detyrua t'i jap lamtumirën e fundit një pjese të shpirtit të tyre. Një djali që ishte dritë, që ishte shpresë e që ishte forcë. Sot në heshtjen e rënd të dhimbjes, u nda përgjithmonë nga jeta Eldion Kelmendi, vllai i dashur i Gjestit, biri i shtrenjtë i një familje që ka jetuar me mund, me sakrifica, e me lot e me shpresa. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj dot dhimbjen që ka pllakosur këtë familje. Një baba i thyer që e sheh veten përballë dhimbjes më të madhe të jetës. Humbjen e të birit. Një vllai i thyer në shpirt që nuk ka më forcë të buzëqesh, sepse humbi gjakun e tij, humbi krahun që e kishte pranë në çdo hap të jetës. Një nën që nuk gjen më kuptimin për frymën, sepse një pjesë e zemrës së saj u kaput përgjithmonë. Eldioni nuk ishte thjesht një emër, as thjesht një djalë. Ai ishte shpresa e familjes së tij. Ishte dritë në errësirë. Ishte forcë në ditët e vështira. Ishte zemër e pastër që rrihte vetëm për të mirën e familjes. Familja Kelmendi nuk e pati kur jetën e lehtë. Ata nuk u lindën në luks. Ata nuk patën privilegje. Ata patën varfërinë si shoqërues të përditshme. Patën sakrificë si shpresë për nesër, patën mundin e djersës si mjet për të mbijetuar. 2 djemë, Gjesti dhe Eldioni, u ritën me ndjenjën e përgjegjësisë që shumë fëmijë nuk e përjetojnë. U ritën duke parë prindërit që lodheshin për bukën e gojës. U ritën duke e ditur se çdo kafshat e bukës vinte me mund. Ata vendosën që të bëhen krah për familjen, që të punojnë ditë edhe natë. Në fakt është shumë e rëndë të lexosh një letër të këtill. U ritën duke e ditur se çdo kafshat e bukës vinte me shumë mund. Vetëm për ta parë babain e tyre edhe nënën e tyre shumë të lumtur. Vetëm për t'i dhënë familjes një jetë shumë më të mirë. Gjesti e gjeti rrugën e tij në muzikë.
duke hyrë më pas në Big Brother, ku me energjinë e tij, me të qeshurën e tij, me shpirtin e tij, fitoi dashurinë e publikut. Por gjithmonë ai kishte një motiv. Motivi i tij ishte familja. Gjithçka që ai bënte ishte për familjen. Për të parë nënën të lumtur, për të parë baban në krenar, për të parë vëllain e tij, Eldionin, të ndjejej fort edhe i mbrojtur. Ndërsa Eldioni ishte gjithmonë aty në heshtje duke mbajtur peshën e jetës dhe duke u bërë krah për vëllain, duke punuar me nder, duke sakrifikuar për ditë që familja të ecte përpara, edhe pse ishte vetëm 15 vjeç. Ai ishte djalë i përulur, i qetë por me një shpirt shumë të madh. Ishte i dashur me shokët, i respektuar nga të gjithë, sepse nuk njihte mendje madhësinë, njihte vetëm përkushtimin, ndershmërinë dhe dashurinë për familjen e tij. Por jeta është e pamëshirshme. Në një moment të vetëm ajo mori gjithçka. Tragjedia e aksidentit në peshë shkatërroi ëndrat, preu shpresat, theu zemrat. Dhe lajmi i vdekjes së Eldionit u përhap si një rufe në qiell të hapur. Miqtë nuk e besuan, shokët mbetën të shtangur, familja ra përdhe nga dhimbja e madhe. Nuk kishte më fjalë, nuk kishte më shpresë, kishte vetëm lodh, vetëm britma, vetëm heshtje. Në çdo qosht të shtëpisë së familjes Kelmendi, ku dhimbja bërtiste, ku dhimbja nuk kurseu askënd brenda dhe jashtë saj. Babai Eldionit është shembulli më i dhimbshëm i kësaj tragjedie. Një burr që jetën ja kishte kushtuar familjes, që për vite kishte duruar varfërinë, që kishte sakrifikuar gjithçka për të rritur djemt, sot ai nuk ka forcë më të qëndrojë në këmbë. Lotët i rrjedhin pa pushim, zëri i tij është mbytur në dhimbje, e zemra e tij është coptuar për gjithmonë. Në krah të gjestit, vllai i Eldionit, një artist i dashur për publikun, por sot vetëm një vllai i thyer, në sy nuk i shiheshin më shkëndijat që njerëzit i shihnin në ekran, në buzë nuk kishte më asnjë lloj buzëqeshje, në shpirt nuk kishte më forcë. Gjesti ishte i thyer, ai humbi më të dashurin e tij, ai humbi gjakun e tij, shokun e tij, shpirtin e tij binjak. Të gjithë ata që e pan e kuptuan se as fama, as muzika, as suksesi nuk vlejnë në jetë kur humbet më të shtrenjtin tënd. Ai ishte vetëm një vëllai i thyer që qante për humbjen më të madhe të jetës së tij. Në ceremoninë martore nuk ishin vetëm familjarët. Ishin qindra njerëz, ishin fëmijët, ishin shokët, miqtë dhe bashkëqytetarët. Ishin njerëz që e njihnin apo nuk e njihnin personalisht Eldionin, por erdhën sepse ndjenin dhimbjen e kësaj humbje kaq të madhe. Lotët e tyre ishin dëshmi se dhimbja e kësaj familje ishte bërë dhimbja e të gjithëve, ishte bërë dhimbje kolektive. Në çdo sy kishte mall, në çdo zemër kishte dhimbje, në çdo buzë kishte vetëm një pyetje: pse? Pse duhet që djali i ri, një djalë i mirë, një djalë me ëndra të ndahet kaq shpejt nga jeta? Eldioni mund të ketë ikur fizikisht, por kujtimi i tij nuk do të shuhet kurrë. Çdo kujtim me të do të mbetet i gjallë. Çdo buzëqeshje e tij do të jetojë në zemrat e miqve. Çdo fjalë e tij do të mbetet në mendjen e familjes, çdo sakrificë e tij do të jetë shembull për ata që e njohën. Ai do të kujtohet si djali që punoi fort për familjen, si vëllai i dashur që ishte gjithmonë pranë, si njeriu i mirë që nuk i thoshte jo askujt. Ai do të kujtohet si drita e një familje që tashmë ka mbetur me një boshllëk të madh. Sot kur fjalët janë të vogla dhe dhimbja është e madhe, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Kelmendi për baban e thyer, për gjestin e coptuar, për nënën që humbi një pjesë të shpirtit. Ju nuk jeni vetëm, një popull i tërë është pranë jush,
një kombi tërë që janë me ju, dhimbja juaj është dhimbja jonë. U preksh në paqe Eldion Kelmendi, qofsh ëngjëll në qiell siç ishe djalë në tokë, kujtimi yt do të jetoj për jetë. Familja jote do të mbetet krenare për ty dhe ne të gjithë do të lutemi që Zoti t'i jap forcë babait, nënës, gjestit, motrës për të përballuar këtë plagë që nuk do të mbyllet kurrë.